Po, a na tregoni fillimisht për çka keni mund mbledh? Kryesia? Po jemi mbledh domethënë anëtarët e kryesisë së re, edhe të gjithë anëtarët e kolegjiumit kryetarëve të degëve, për të diskutuar për aktualitetet politike edhe për gjithçka tjetër që lidhet me LDK. Aktualitet politik ka është Vjosa Osmani? Është. Edhe Vjosa Osmani është. Janë çështje, kështu që të gjitha këto çështjet do të diskutojmë, janë çështje partijake. Cila është mundësia e bashkëpunimit me Vjosa Osmanin, ajo me një listë me u bashku LDK-s, një koalicion apo bashkim kështu tamam me emër LDK apo me një emër të saj? Na diskutojmë për gjitha çështjet që lidhen me partinë tonë, me listën tonë. Në këtë kuptim diskutojmë edhe për ardhin e Vjosës, eventuale për bashkimin e madh të së djastës, që kemi diskutuar që sa kohë dhe e shohim si domosdoshmëri për Kosovën. Në ndërkohë për gjithçka tjetër, do alim pas mbarrimit. Mes përparimëro, mes au largu kryetori. Gjithçka që kemi dash me thënë, është thënë deklaratën zyrtare të LDK-s, për ndryshe përparimi është kryetari i Prishtinës edhe i takon atij me dhënë edhe përgjegjësi edhe me marrë vendime në saje të kompetencave që ai ka. Bashkimin e së djathtës të koalicioni me PDT-n. Ja, s'ka lidhje këto të dyja. Julius, çështjet komunale janë të ndara, çështjet qendrore janë çështjet qendrore. Na sot do të temë diskutimi, do të kemi rrugën tonë përpara dhe bashkimin e së djathtës për nivelin qendror dhe koalicionet dhe gjithçka tjetër që është për nivelet lokale, e nuk jemi vetëm në Prishtinë, po edhe në shumë komuna tjera duke qeverisur ose duke bashkë qeverisur me ndonjë parti tjetër, janë çështje lokale për cilat sot nuk është prioritet. Faleminderit shumë.